Të gjitha falëndrimet dhe adhurimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë. Atë e falënderojmë, prej atij e kërkojmë ndihmën dhe atë që ai e drejton, askush nuk mund ta çojë në humje. Mëshira e Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, dhe për mbi të gjitha të dashur besimtarë dhe besimtare që vazhdojnë në këtë din deri në ditën e gjykimit. Mëshira e Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sot bashkë. Allahu na lutet na falë, na mëshirojë në këtë ditë xumaje. Zgjodhem një ajet prej ajeteve të madhështore, me cilin ajet Allahu i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por i drejtohet duke i thënë, thuaju atyre njerëzve, besimtarëve, edhe mos besimtarëve, thuaju, nëse e doni Allahun, hesni mas meje, që Allahu t'ju doj dhe t'ju falë gjunafet. Pse me të vërtet, është ai që falë shumë edhe mëshiron shumë. Sadakallahu l-adhim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhën e thotë, Allahu i vetëm, i pa shok dhe i pa tmeta, dynjan ja jep edhe atij që se don, edhe atij që e don. Dhe me thonë, edhe besimtarit. Allahu inshallah na i bën pjesë mirësitë e kësaj bote, mirësitë e botës së ahiretit. Me të vërtetë na zbret diçka madhështore në këtë ajet Kur'anit, që na drejtohet Zoti xhel xhelaluhu nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thojë njerëzve, nëse e doni Allahun, hajdeni pas meje. Jemi me të vërtetë krijesa të Zotit, njerëz, na ka sjell Allahu xhel xhelaluhu në këtë botë. Edhe qëllimi kryesor në këtë jetë është fitimi i kënaqësisë së Allahut. Objektivi kryesor, me fitu kënaqësinë e Zotit xhel xhelaluhu. Por kënaqësia e Zotit, si tu a them dëshi, nuk është vetëm baklava, mrahatlek, mirësi, në begati. Pse, nëse do t'ishte kështu atëhere, fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që tha, Allahu ja jep dynjan, tha, edhe atij që beson, edhe atij që s'beson. Atij që nuk e beson, i jep edhe më shumë. Por kjo nuk është prioritet që ai të jetë afër Zotit dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit. Pse me të vërtetë gjithçka që e kemi në këtë jetë është sprovë. Do të na afrojë tek Zoti apo do të na largojë nga Allahu xhel xhelaluhu. Kemi mirësitë dhe begatitë e Zotit në çdo hap që hedhim. Por ajo që na shoqëron është imani, besimi tek Allahu. E Allahu xhel xhelaluhu tha pra, thuaj o pejgamber, nëse e doni Zotin, ndiqeni pejgamberin. Kjo e dyta është shumë e rëndësishme. Bashkë me të parë nuk ndahen. Domethënë ndjekja e pejgamberit Zotit. Pse ndjekja e pejgamberit Allahut? Pse ai e donte Allahun, e respektonte Allahun, edhe Allahu xhel xhelaluhu ata e pruni si shembull që ne ta ndjekim. Pra çfarë tha ai? Çfarë veproi ai? Të gjitha janë urdhën për ne, që ne ta fitojmë kënaqësinë e Zotit xhel xhelaluhu. Nëpërmjet halleve dhe të lasheve të mëdha. Jo nëpërmjet vetëm rahat lek edhe mbaroj punën, por nëpërmjet halleve. Pse Allahu xhel xhelaluhu i jep dynjë më pak, më të hajrit, më të mirë atij që beson dhe i jep më të pa hajrit, pa asnjë lloj mirësie atij që s'beson. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tha një hadith lidhur me këtë çështjen e vogël. Tha, nëse kjo dynjë do të kishte vlerë, sa i flet mushkonje, Allahu thotë do t'ja jepte krejt besimtarëve. Edhe aty ne do t'i jepte asgjë. Edhe këtu bi poshtë ajo që habia që mund kenë njerëzit, aman më rëhosh, çudi e madhe. Po plotër pra s'din ku me e çu prodhimin,
ushqimin, fabrikat, miliarda, bankat, plot. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Allahu dha, po të kishte vlerë, s'kishte për t'ja dhënë. Po merrni sa doni ju këtu në dinjë. Merrni sa doni. Nërsa me çështjen e besimtarit, çfarë do që ti ndodhi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka hajër. Nëse e godet Allahu me begati, mirësi, po ju ka ndodhur për shembull gjithë, patjetër. Që ka dhënë Allahu mirësi, për shembull, ke shëndet. Begati e madhe, s'numërohen miliardat e shëndetit. S'ke probleme as me stomak as gjë, normal. Shkon punë, punon, nxjerr lek, plot. T'ka ndodhur kjo. Ke sa dush mirësi dhe begati. Që të vjen prej të modhet Zot xhelel xhelaluhu. Gjithë u ndodhin këto. Por çfarë bën? Falem nërës o Zot. Falem nërës o Zot. Jo më thonë, çfarë, e xhumojnë, po ku kam kohë për xhumon? A disa punë kam unë. A disa